Ditën e gjykimit e di vetëm Zoti se kur është. Kur vetë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur për këtë, nuk ka dhënë xhavab, atëherë nuk i takon as njeriu tjetër të ndërhyj ose të bëj hulumtime ose studime të thella dhe të futet nga bota fizike të kalojë në botën metafizike për me gjetë se kur do të bëhet dita e gjykimit. Njeriu nuk din se ku është shpirti i tij brenda trupit, si është fut, nga se përbëhet, si përmbahet përbrenda, ku është pikërisht dhe si do të dalë. O yesalunaka ani ruh qul ruhu min amri rabbi. Pyesin ty se ç'është shpirti, thuaj shpirti është çështje e Zotit tim. Pra janë disa çështje që i përkasin vetëm Allahut xhelle xhelalu. E pyeti beduini arab pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur do të bëhet dita e gjykimit. Çfarë i tha? Nuk është se i dha një përgjigje për me treguar, nuk ka se ç'a duhet ty kur është dita e gjykimit. Thot mel mes'ulu anha min as-sa'il. As i pyeturi, as pyetësi nuk e din. Pra asun si profet nuk e di se ku do ndodh. Një personi tjetër kur e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur do të bëhet dita e gjykimit, wa ma atalaha, e çfarë ke përgatiti për ditën e gjykimit, që do të thotë është diçka që neve nuk e dim se kur do ndodh. Nuk e dim se kur do ndodh dhe duke qenë se nuk e dim, nuk kemi pse të harxojmë kohë për me gjetë se kur do ndodh, se nuk e gjen dot kurrë, por harxoje dhe shpenzoje kohën për me marr ushqimin nga kjo botë, furnizimin që duhet për në botën tjetër. Përndryshe njerëzit vetëm se do të humbin kohë.